Përshëndetje dhe ja ku jemi me pulsin energjik dhe inteligjencën universale të muajit korik 2025. Unë jam Diana Pushi dhe çdo muaj në datën 1 transmetoj për ju këtë njohuri shumë unike në lidhje me temat energjike që shfaqen në fushën që na rrethon dhe na influencon në jetën tonë të përditshme. Na influencon në mendimet, sjelljet, veprimet dhe përjetimet tona emocionale. Qëllimi i këtij pulsi, i këtij transmetimi është që çdo muaj ju të keni një qartësi në lidhje me çfarë do jetë e orientuar në jetën tonë të muajit dhe në vazhdim, sepse çdo muaj është i lidhur në një sinergji me njëri tjetrin, gjithashtu që ju të kuptoni edhe më shumë mençurinë dhe inteligjencën e 64 kodeve të jetës në manualin tuaj njerëzor. Për ju që jeni të rinj, mirëserdhët në kanalin ton dhe me pak durim duke na dëgjuar gradualisht të filloni dhe të kuptoni edhe më shumë rreth kodeve tuaja gjenetike, sepse është baza e këtij pulsi dhe informacioni që ndajmë çdo muaj dhe në të njëjtën kohë ju ndihmon ju në jetën tuaj të në radhë të parë të kuptoni kodet në manualin tuaj unik dhe të filloni t'i aplikoni ato në jetën tuaj të përditshme. Ja ku jemi atëre në muajin korik. Ky muaj nga ana e frekuencës numerike përfaqëson numrin 7. Dhe numri 7 është, siç mund ta keni dëgjuar ose ju që jeni në Lighthouse, kemi librin e kuptimit të gjuhës së universit nëpërmjet numrave. Dhe aty futemi dhe më shumë në detaje, jo vetëm për çdo numër, por dhe sekuencat përsëritse të numrave. Dhe ky muaj do jetë shumë i orientuar spiritualisht. Do jetë shumë i orientuar drejt vetes son të brendshme dhe intuitës son. Kujdesim për vete dhe krijimin e një hapësire të qëndrueshme me shumë mençuri të brendshme. Sepse këtë përfaqëson dhe kuptimi dhe frekuenca e këtij numri 7. Jo vetëm që është muaj korik në frekuencën e numrit 7, por edhe i lidhur me vitin dhe me frekuencën e vitit 2025 është përni në numrin 7, pra është dy fish dhe shumë i influencuar nga mençuria dhe drejtimi spiritual. Dhe në momentin që futet shpirti në jetën tonë, aty ka vetëm realizime të reja, reflektime të reja, kthime të reja në jetën tonë, një lidhje me fort me botën tonë të brendshme, me subconsciencën dhe me vetëdijen e lartë. Pra le të shohim në përgjithësi atëre. Kur them në përgjithësi, sepse ka ndikime universale të veçanta, unike çdo muaj dhe ndikime të cilat vijnë nga lëvizja e planeteve të shpejta, për të cilat ne ndalemi çdo javë dhe do shpjegoj në vazhdim informacionin, njohurinë dhe frekuencën që sjell çdo kod gjenetik në influencë për muajin 25. Por ju që jeni të rinj dhe dëgjoni fjalën influenci çdo kodit, ju kuptoni që energjia kuantike, energjia universale që na rrethon të botë në këtë planet është në lëvizje. Dhe në këtë lëvizje ajo përjeton gjithashtu dhe lëvizje dhe pulsime të reja kozmike dhe energjike magnetike. Secili nga këto pulse është i orientuar nga, siç është matur dhe siç është edhe pjesë e manualit njerëzor, pulsi 64 kodave.
le të themi janë 64 pulsime të cilat orientojnë jetën e përditshme të njeriut, të përjetojmë ne kush jemi në unikalitetin tonë, ekzistencën tonë. Çdo puls shprehet tek ne në forma të ndryshme në varësi të përbërjes son, blueprintit ton unik, gjurmës son unike. Dhe megjithatë, çdo javë kodi që iluminohet, të themi nga dielli, nga toka, por kryesisht shohim influencën kryesore të diellit në këtë kod, në këtë puls, ai do jetë me një influencë të njëjtë të përbashkët për të gjithë ne. Do sjelli atë që ne i quajmë një temë të caktuar dhe që do shfaqet për të gjithë, pavarësisht që do jetë në mënyra unike, është në fushë dhe ka një probabilitet, ka një mundësi që të shfaqet shumë e afërt për të gjithë ne, ta ndjejmë atë lloj veprimi, atë lloj teme. Nëse do flasim për temat janë më universale, 2 do ndalesha, unë nuk kam synim e përsëris gjithmonë, synimi nuk është që të shpjegojnë astrologji, nuk jam astrologe, pavarësisht që e kuptoj, por e përcjell astrologjin në disa referenca të caktuara për ju që doni më shumë ose të kuptoni burimin e informacionit në lidhje me disa ngjarje që do jenë shumë dominante dhe krijojnë një impakt të lartë në këtë moment të jetës. Për shembull, në muajin korik. Në 4 korik janë 2 fenomene të cilat planetet, lëvizjet që janë më të ngadalta, kanë një konfigurim të ri dhe në këto konfigurime të reja krijojnë dhe panorama të reja, vlera të reja, mënyra të reja për njerëzimin dhe kanë një afat më të gjatë se të themi një javor apo një mujor. Dhe një nga këto fenomene është që planeti Neptunit kalon në rikthim, në retrograde dhe kjo ndodh në energjinë e dashit, quhet në shqip, apo Aries në anglisht. Çfarë do të thotë kjo në terma praktik? Energjia e dashit është gjithçka rreth drejtimit, unit, unikalitetit, aksionit, veprimit, është zjarr, është leadership dhe do të jetë gjithmonë në veprim dhe në drejtim. Dhe kur Neptuni shfaqet në rikthim në këtë energji, atëherë kuptojmë që në radhë të parë njerëzit në drejtim, por në fakt dhe çdo njeri, se çdo njeri nga ne ka një kapacitet drejtimi, do filloj të ketë një rikthim tek vetja dhe ky rikthim kur ndodh në Neptun ka gjithmonë një lloj konfuzimi, sepse Neptuni ka të bëjë me misterin, me intuitën, me botën tonë të thellë, të brendshme, e cila është një mister dhe në duke një fenomen i pashpjeguar, nuk ka nevojë të shpjegohet. Dhe kjo krijon dhe atë vellën e misterit dhe të konfuzitetit. Pra njerëzit do fillojnë të bëjnë pyetje: kush jam unë? Si unë mund të jem në drejtimin tim? Dhe ose njerëz që janë në drejtim do fillojnë të jenë konfuz në mënyrën si funksionojnë, me gjërat që bëjnë në jetë, si kanë bërë deri tani, çfarë është identiteti i tyre, janë në përputhje me identitetin, pra do jetë një lloj tensioni apo një lloj konfuzimi i brendshëm që është shumë i nevojshëm në këtë kohë. Më të tokëzuar, sepse intuita në të njëjtën kohë kërkon edhe tokëzim, përqendrim, fokus, discerning, an awareness, ndërgjegjshmëri të senseve, të trupit, që të kuptosh edhe atë që është e pashpjeguar, të dëgjosh, të shohësh, atë të paparën,
të padëgjuarën, të pandjerën. Kjo nuk bëhet nëse ne jemi në vazhdimisht në mendim logjik ose nëse nuk jemi të fokusuar. Pra ky është një lajm shumë i mirë, por mund të interpretohet, mund të përjetohet si një konfuzim i brendshëm. Dhe njerëzit mund të fillojnë të ndihen më të largët, më konfuz dhe krijojnë konfuzitet edhe tek të tjerët. Mund ta përcjellin edhe tek ty, ose ti mund të jesh një nga këta njerëz. Në të njëjtën periudhë ndodh gjithashtu që dhe Venusi kalon energjinë e binjakëve, që ka është energji ajri, energji mendore, dhe që të ketë këtë energji të marrëdhënieve që përfaqëson Venusi, të vlerave, të feminitetit ton, në energjinë lozanjare, gazmore, optimiste, krijuese të binjakut, është gjë shumë e bukur. Dhe gjithmonë paron në atë lakthin apo polaritetin e fiksimit mendor që mund të paraqitet tek energjia e binjakut, sepse është energji mendore. Që të përjetojmë marrëdhënie më të lehta, duhet të jemi jo vetëm në mendje, duhet edhe të përjetojmë qartësinë që në jetë kemi ardhur për të gëzuar. Venusi është diell, është gëzim, është krimtari, edhe kjo bëhet të shprehet në komunikim, që të shprehet në art, sepse Venusi është gjithçka rreth komunikimit. Është e gjithë inteligjenca artificiale që po përdoret shumë edhe për të krijuar vlera të reja, për të krijuar marrëdhënie të reja me njëri tjetrin, me punët, me veten, qoftë edhe në marrëdhënie intime. Është e rëndësishme të fillojë të përjetohet edhe më shumë energji e lehtë, energji gazmore, duke besuar në jetë. Dhe nëse vazhdojmë për një moment, të kalojmë tani tek 4 kodet influencuese të muajit. Dhe nëse fillojmë me javën e parë të korikut, e cila është në data 1 deri në datën 6, e aktivizuar nga porta 39. Do ndalem më gjatë në këtë javë krahasuar me javët e tjera, sepse është ajo që vendos një influencë shumë dominante. Dhe që në këtë moment jam e sigurt që të gjithë ju, njerëzimi, jemi duke përjetuar fuqinë e kësaj porte, këtij kodi që ndodhet në qendrën e bazës së trupit, në manualin njerëzor, në chakrën e rrënjës, që do të thotë është primale, është një energji në bazën e trupit, por energji që ka të bëjë me adrenalinën, me frikrat, me pjesën më primale, më primitive të njeriut, me atë pjesë e cila ndërtohet dhe krijohet në trupin e njeriut si një qendër e parë, në origjinën kur ne lindim, babya lind, kjo është qendra e parë që krijohet, aty shkon energjia dhe kërkon që të vendosi bazën në këtë jetë, dhe është e rrethuar nga një nevojë për të qenë e sigurt në jetë. Dhe duke qenë që është energji e fortë individuale, na sjell në një nevojë për të përjetuar individualitetin ton dhe për të krijuar një qëndrueshmëri shumë të lartë në tensionet dhe në një vorbull shumë të thellë të jetës që krijon ndoshta tensione, ditë të vështira, probleme, në mënyrë që ne të zhvillojmë kapacitetin për t'i zgjidhur në jetë vështirësitë, pengesat. Është e rëndësishme që ne t'i dimë që këto
energji janë duke u shfaqur dhe jemi duke e përjetuar, në mënyrë që ne të jemi jo vetëm të ndërgjegjshëm, por dhe të përgatitemi për hapat tanë dhe aksionet tona në vazhdim. Çfarë mund të jetë një pritshmëri dhe një veprim i kombinuar, i duhur, në mënyrë që këtë moment kaq është moment që ndërtohet, që krijohet, që rritet një dallg që rritet, në mënyrë që ne në këtë notin ton të mos vritemi nga kjo dallg, është shumë e fuqishme, është dallg me gur, është dallg që ti mund t'jesh në fund të detit dhe ndërsa dallga vjen dhe ti je në emocionin tënd, është një luftë, tamam energji lufte, të luftosh për mbijetesën tënde dhe për t'ia dalë në breg të detit. Prandaj dhe në atë moment, çfarë na ndihmon kur jemi në fund të detit, është energjia e thellë e frymarrjes, fuqia e muskujve dhe një energji që na ngre lart, dhe që të ndodhi kjo duhet të jetë një trup fizikisht dhe energjikisht i përgatitur. Frymarrja është medicinë dhe antidota për këtë lloj tensioni që paraqet në polaritet të ulët kjo energji. Si hap të parë do ju rekomandoja që duke patur këtë ndërgjegjshmëri, të jemi shumë të vëmendshëm dhe të pjekur në angazhimet tona me jetën, me tensionet e kësaj jave. Prandaj të quhet provokim. Provokon, sulmon, ndonjëherë këto provokime nuk janë patjetër me qëllim negativ, asgjë në jetë nuk është patjetër negative, por janë një shtys, një zgjim. Porta 39 operon pak a shumë si porta 51 dhe ju që e keni është një tjetër shkundje. Dhe nuk ka nevojë të them se sa shkundje po paraqet gjithë bota në këtë kohë, toka, njerëzit, fenomenet politike, social-ekonomike. I gjithë njerëzimi është duke kaluar rreth një shkundje. Qëllimisht kemi postuar dhe ju kemi ushqyer vazhdimisht këto kohë me praktikat e toksimit dhe ju e kuptoni pse. Është një energji shumë dinamike dhe në këtë dinamizëm ka dhe eksplozion. Dhe nëse trupi yt, siç e thash, është i përgatitur fizikisht, dhe kjo përgatitje fizike nuk ka të bëjë vetëm me muskujt. Ajo le të themi është shtresa e parë. Por është shtresa energjike, aura, frymarrja jote e thellë nga barku, në mënyrë që oqeani dhe ky fundi i oqeanit ty nuk të shkund, por ti ngrihesh lart. Dhe përjeton çdo shkundje emocionale, shumë emocionale, gjithashtu sepse bashkohet me 55-ën. Dhe në këtë ngritje lart mbi dallg, ti do jesh fluid, ti do kesh muskuj, ti do kesh frymarrje të forta dhe do jesh shumë i vendosur që do dalësh lart. Në moment që kjo energji paraqet pavendosmëri, mungesë të marrjes së vendimeve, aty krijon konfuzim, çorotitje dhe ti nuk mund të dalësh në buzë të ujit, në sipërfaqe të ujit. Ti e di dhe ke vendosi që duhet të marrësh hapa dhe me frymarrje të thellë ngrihesh lart. Nuk është logjike, është fuqi e brendshme individuale. Është e qartë? Edhe gjithë kjo kërkon awareness, prezencë të fortë emocionale. Ajo do jetë udhëzimi, guide yt më i mirë në këto situata kaq ekstreme. Situatat ekstreme dhe nëse në nivel personal jeta jote ka një lloj stabiliteti, është në fushën universale
të njerëzimit së gjithë në mënyrë kolektive jemi duke përjetuar tension, fuqi, luftë midis njerëzve. Dhe sigurisht që kjo shfaqet kudo. Shumë herë në varësi dhe të manualit tuaj, varësi të hapjeve, të qëndrave tuaja, të sistemit tuaj unik, ti mund të përjetosh më shumë luftra dhe tensionet e të tjerëve se sa të tuat. Konkluzioni është që të gjithë në këtë moment jemi duke u paraqitur ose na paraqitet një lloj shokimi. Çfarë është paraqitur për mua dhe që aktivizoi atë kodin tim të realizimit, me që se përmenda Neptunin, 23 është në ndikimin e misterit Neptun për mua. Ju keni tuaja, mund shikoni kë keni në energjinë e Neptunit, cilën port, çfarë ju kërkohet, çfarë qartësie ju kërkohet në drejtimin tuaj në jetë. Dhe për mua ka qenë një realizim shumë i fortë nga ato ahat që unë kam për detyrë ti procesoj vetë dhe ti ndaj me ju. Kanë qenë disa ditë në fakt që kam përjetuar një fenomen që më është shfaqur nëpërmjet informacionit që kam marrë, ndarjes që kanë marrë për të tjerët tek mua në lidhje me eksperiencat e tyre në aktivitete, transformimi apo ritrite. I kam dëgjuar disa herë, por ajo që kam dëgjuar kohët e fundit ka qenë shokuese për mua. Dhe linja ime 6 fillon jo vetëm të shkundet për mirë, por fillon të bëj pyetjet e duhura. Ky është roli im. Ku është duke shkuar njerëzimi? Do ndaj vetëm 2 fenomene që kam dëgjuar që çfarë ndodh në aktivitete të tilla, çfarë kanë përjetuar njerëzit. Dhe me të drejtë kanë ardhur me neutralitet të plot. Njerëzit që unë mbaj ose marr informacion, ose le të themi kam afër, ose që janë të inspiruar të ndajnë informacione mua, janë njerëz me koshiencë shumë të lartë. Dhe e ndajnë informacionin jo në formë drame, jo në formë historie Hollywoodi, por me neutralitet. Që Diana, si mund të shpjegohet kjo gjë? Një fenomen është që në këto aktivitete ka ndodhur që nuk janë përshëndetur nga drejtuesit, trajnuesit, mentorët e ritritit apo aktivitetit. Janë djerë të pavlerësuar dhe të papar, të pashikuar, të pakuptuar. Nuk ka përshëndetje, jo më tutje. Drejtuesit, mentorët nuk krijojnë kontakt me njerëzit në atë aktivitet. Gjë që është evidenca numër 1 për çdo njeri që ka një ndërgjegjshmëri dhe atë që unë e quaj vëmendje, discerning, attunement, ai është njeriu i zhvilluar, të kuptoj përtej desiluzionit. Wow, unë po shërohem, të shkoj përtej zhurmës, përtej fjalëve të momentit, të eksaltimit të momentit. Ku ka eksaltim dhe personifikim të unit, nuk ka energji shpirtërore. Pavarësisht që aty mund të flitet dhe të predikohet zhvillim shpirtëror. Dhe kjo është gjë e parë që mua më ka marrë shumë kohë ta procesoj dhe doja të ndaj me ju. Ku nuk ka lidhje të njerëzve, nuk ka harmoni. Çdo gjë tjetër është sipërfaqësore. Për mos të thënë që ka mungesë integriteti, që ka kultivim të unit,
dhe një percepcion që me qënë se unë jam këtu, jam drejtuesi, jam mentori, ti aty, unë jam këtu. Edhe unë jam në pjedestal dhe ti do më shikosh në pjedestal, ti do më shohësh si shëruesi, ti do më shohësh si njeriu që lidhet me çfarë do të lidhet edhe të zgjidh ty problemet. No. Është jo vetëm ilusion, por një frekuencë shumë e ulët. Është një hipnozë dhe në këtë moment po shikoj mu hap telefoni 3:33. Në këtë moment që unë thash këtë të vërtet. Dhe i gjithë trupi im në fakt është në mornice. E the me pasion, kjo është energjia e portës 39, nuk është energji e lehtë, është liri, është shpërthim, dinamizëm i të vërtetës drejt lirisë mendore, emocionale. Sepse ajo, kjo portë kur bashkohet në 55-ën krijon varësi. Dhe duke qenë që këtë kanal të gjithë e kam pa ngjyrë, të hapur, kam një rol të sjell këtë potencial të kësaj energjie në potencialin dhe versionin më të lartë të mençurisë. Ku ka unifikime, ku ka ekzaltime të personit, të mentorit, ka viktimizim të masës dhe varësi të masës. E dyta, fenomeni numër 2, duhet më dëgjoni në fakt. Gjithmonë ju ftoj që ky transmision nuk është thjesht fjalë. Synimi im dhe ndërsa unë flas, si kam syt të mbyllura, prandaj dhe nuk e regjistroj me figurë. Jam në një gjendje thellësisht futur brenda vetes. Për të mbajtur kanalet e pastra të njohurisë dhe të fjalës që dua të them, të vërtetës. Fenomeni numër 2 është që në këto aktivitete është shumë e dukshme, në këto salla, në këto takime, në këto ritrite, bashkohen njerëz që qëndrojnë të ndarë nga njëri tjetri. Në grupe të vogla dhe le ta quajmë në thashëtheme për njëri tjetri. Duke ndonjë gjoja të fshehur nga mentori. Pra, imagjinoni çfarë gjendje separation, ndarje njerëzore ndodh aty. Imagjinoni për një moment mungesën e integritetit. Njerëz që vinë të ndarë në grupe, që nuk komunikojnë me njëri tjetrin, që nuk përshëndesin njëri tjetrin as në sallë, as në përshkallë. Edhe njëra është rishtas e fundit. Njerëz që flasin me njëri tjetrin për të tjerët. Njerëz që shohin që mentorja nuk komunikon me pjesëmarrësit, por komunikon ndoshta vetëm me skuadrën. Frekuenca më e ulët e harmonisë në grup. Dhe imagjino për një moment që këto organizime janë krijuar për fuqi shpirtërore, për paqe, për dashuri, për harmoni. Kur e vërteta është që shkojnë me një vetëdije, njerëzit shkojnë me një vetëdije për të zgjidhur një problem të vetëm. Dhe kjo është okay. Edhe se ky njeri, ky drejtues, ky mentor do t'i zgjidhë këtë problemi, ose do lutet me qiellin, me hënën, ose me këtë, ose me meditim, ose me çfarëdo që t'jetë. E vini re pritshmërinë. Dhe ky njeriu i vogël ka këtë pritshmëri që do t'ia zgjidhë ky njeriu i madh këtë problemin. Dhe këtij njeriu nuk i interesojnë fare të tjerët, po se çfarë janë, se çfarë bëhet, por intereson vetëm ajo bota e vogël edhe atë frikën e brendshme, se kjo është e gjitha adrenalin frike.
Atë frikën e brendshme e ndan me një aty ngjitur dhe atë tjetri nuk do të di që ekziston ai personi tjetër. Në fakt ai personi tjetër e irriton. Në fakt nuk është fare prezent aty dhe ka vajtur në atë ritrik për të jetë prezent. Kuptoni ironinë e ngjarjes, kuptoni iluzionin. Dhe aty vinë më thonë, Diana, të kemi kujtuar kur thua, në jetë do takoni elektricist dhe arkitekt, ju zgjidhni. Një arkitekt krijon harmoni për të gjithë. Një arkitekt krijon aktivitete ku e gjithë shtëpia është e qëndrueshme dhe në një nivel të lartë. Dhe nuk do të thotë që të gjithë të bëjmë të njëjtën gjë, secili mentor sjell brilancën unike dhe bën një punë dhe është një mision jashtëzakonisht i bukur. Çfarë jam duke thënë është vetëm mënyra se si bëhet. Sepse këta njerëz nuk janë trajnuar. Mund të mësosh një meditim, mund të mësosh një praktik, mund të mësosh një metodë, por nuk je formuar. Formimi, integriteti është komplet tjetër gjë nga dhënia e një zgjidhje, një metode, një falje, një lutje, një meditimi. Janë komplet gjëra të ndryshme. Nuk kanë rëndësi fjalët nëse një drejtues nuk bën më të mirën, jo t'i kënaqë njerëzit, jo të shkeli kufit e tij, jo të mos krijojë kufi të shëndetshëm, por të observojë, në radhë të parë të lidhet me secilin pjesëmarrës, edhe ai di vetë mënyrat e tij se si lidhet, por të observojë sinergjinë e grupit, jo me çfarë mua më shpjeguan, këta drejtuese nuk është një, janë dy, ndoshta më tepër, janë shumë të shkëputur me një indiferencë deri në arrogancë nga grupi që drejtojnë. Dhe nuk dua të them më shumë se kaq. Besoj, shpreha e portës 39 në këtë mesazh që ndava me ju ishte shumë e qartë. Në mënyrë që ne si njerëzim të fillojmë të krijojmë lirinë. Dhe kjo liri, dhe fjala liri nuk në varësi çfarë kuptimi keni dhënë, sepse liria ka shumë rjetime dhe kuptime. Nuk do të thotë jem vetja ime, no. Liria është në të njëjtën kohë dhe lidhje. Liria është loja e parë në procesin ton, lirim, moment, magnetizim. Kodi 39 kërkon që ti të shpërthesh të gjitha bllokimet e tua të brendshme. Këto bllokime janë krijuar në fëmijërinë tënde. Pa bërë një listë të ngjarjeve dhe traumatike të jetës tënde, qoftë edhe të vogla, qoftë edhe një shoqe që nuk të pëlqeu fustanin që ke veshur kur ti ke qenë 6 vjeç. Ka lënë një gjurmë traumatike, ti ke dhënë një kuptim. Edhe ai kuptim ka krijuar një identitet dhe ti shfaqesh në jetë me atë identitet. Dhe jo me identitetin tënd të vërtet. Sepse trauma do të mbrojë, trauma do të mbajë të sigurt dhe në mbijetesë. Dhe nëse kemi njerëz që shkojnë në ritrite, në aktivitete në mbijetesë, është okay se prandaj jemi aty ku janë. Është detyra e drejtuesit të ngrejë ashensorin dhe t'i bëj ata ta shohin nga pamja e sipërme. T'i bëj ata të ndihen lider, drejtues, t'i përgatisi ata për drejtuesit e ardhshëm. Ti nuk mund të jesh njeri i lirë në jetë. Nëse je i fshehur në kuackën tënde dhe një mentor ta suporton ty këtë ndarje tënde nga të tjerët. Dua të ma dëgjoni me zemër, me shpirt, me mendje fenomenin. Dhe jo me kuriozitetin e historisë së Hollywoodit.
kupto dhe reflekto në fenomenin që pëndaj, që të kuptosh ku je ti në lidhje me këtë fenomen. Shqipëria ju bëj një lutje, zgjo nga vetëdia e ullët, e varësisë, e fuqisë së momentit, që të jep ndoshta një muzikë e eksaltuar, është hipnozë, ja u thot Diana si hipnoterapiste. Mënyra se si ti interpretohet, mënyra se si ti jepet, ti të shërohesh, janë hipnoza të momentit, të shoqëruara me mënyra, me muzika që ti të shohësh atë personin atje larg që nuk e shikon kur dhe nuk të thot as me mëngjes, as me mbrëma, as në korridor, as në banjo, as në dhomë. Kuptoje ku je. Je në bazën e mbijetesës, apo je në mençurinë e vëmendjes të shpirtit dhe shikon botën nga maja lartë e ndërtesës, dhe prej aty pamja është shumë e qartë. Prej aty ti nuk ke nevojë as për muzikë të eksaltuar, as për motivim. Dhe gjetjen e fuqisë nga një person i caktuar. Është fenomen shumë i shprehur këto kohë në botën spirituale botërore. Njerëz që janë trompetuar si guru, si drejtues deri tani po del e vërteta. Nga mira ndjeksa që i kanë parë si ylli i veriut për ata. Bëni të mëqur, ngjisni ashensorin lartë. Dhe gjeni qartësinë dhe fuqinë për këtë javë të parë të korikut. Të lironi veten nga çdo bllokim i vjetër që jeta do ju sjellë. Për të kaluar në javën e dytë 7-12 me temën fillime të reja. Pasi kemi liruar bllokimet, pasi kemi punuar me sistemin nervor, porta 39. Porta 39 është paranoid. Do të mbaj fuqinë, do të mbaj anën monetare, nuk punon më me forcë. Nuk mbahet më me forcë asgjë. Pasi kemi liruar dhe kuptuar traumat e vjetra dhe fuqinë dhe si shfaqen jetën tonë, hymë në javën e dytë me kodin 53, shkëndija të reja, që na mëson që çdo hap na çon në një hap tjetër drejt qëllimit tonë. Është mësimi që në çdo moment tani ku jemi në çdo hap, edhe nëse është në formë presioni, është një presion që inicion diçka të re. Na mëson që jeta është e tillë. Na tregon që çdo gjë e re është e freskët, pavarësisht që nuk është familjare. Na tregon që vjetra na lodh. Ne si njerëz duam vazhdimisht gjëra të reja. Çfarë mund të përjetoni këtë javë? Një fillim të ri, çfarë mund të inicioni? Gjithmonë me qartësinë që nuk do qëndroj me ty për gjithmonë. Mund të mos arri frutet deri në fund, por të ka çuar ty një hap më përpara. Ky është roli i këtij kodi. E kemi të gjithë me ngjyrë apo pa ngjyrë, nuk ka rëndësi. Përjetimi mund të jetë i ndryshëm. Çdo gjë e re
çdo hap i ri na hedh 100 hapa përpara, edhe nëse ai nuk kompletohet. Prandaj na mëson let go of possessiveness. Let go. E çdo gjëje për të cilën ndoshta ti mund të kesh iniciuar diçka, mund të kesh krijuar diçka, por nuk do të thotë që të na mbajnë ne të lidhur. Të mësohemi që, na thot ky kod, që në jetë do krijosh dhe do lirosh. Disa rrethana nuk do jenë nga ty, nuk varen nga ty, por çdo gjë dhe çdo hap që ke marrë, në atë që ke krijuar, ka qenë për ty dhe drejt qëllimit tënd. Edhe nëse nuk është kompletuar apo manifestuar, do jetë shkak për një manifestim tjetër edhe më të përshtatshëm për ty. 13 deri në 18 korik, kodi 62. Detajet e shprehura, të menduara, të shkruara, të planifikuara, është logjike. I gjithë kanali, sepse kemi të aktivizuar të gjithë kanalin, që do të thotë organizim, si ku në jetë do organizoni jetën tuaj. Si mund ta shijoni, të vendosni realitetin tuaj në rregull, në organizim, në planifikim, pa patur fiksimet mendore që krijon ky kod, që gjërat mund të jenë patjetër vetëm kështu. Gjërat mund të kenë opsione të ndryshme. Rëndësika ti kesh të organizuara, të planifikuara. Është ky organizim që do jetë fokusi i ritritit të shtatorit. Ky planifikim fluid i qëllimit tënd të jetës, i projektit tënd. Prandaj dhe do jetë ritriti impact. I pari quhet tribe, ky është impact. Nëse dhe kur ti liron, çfarë do jenë dhe janë traumat të së kaluarës, si mund ta kalojmë këto tani në të ardhmen tënde, duke u bazuar te plani yt unik, te blueprinti yt unik, do kesh formatin tënd, templatein tënd që të krijosh planin tënd unik. Këtë na kërkon porta 62 në manualin tonë. Bile, na kërkon ta bëjmë këtë me kënaqësi, me lehtësi, me një ndjenjë, manitje, wow! Çfarë është mesazhi im? Çfarë janë njerëzit që do janë, kush janë njerëzit që do janë rreth meje? Çfarë është ky kod për mua? Çfarë është brendi im? Çfarë është mënyra se si unë do ta afroj? Çfarë është ajo që duhet ta afroj? Dhe asnjëherë nuk e marrim kohën, përveç se kur kemi marrë vendimin të jemi në një vend të qetë, me njerëzit e dur, në drejtimin e dur, në suportin e dur, të pashkëputur nga realiteti, të pashkëputur dhe pa nga realiteti jashtë, nga zhurmat e jashtë, të pashkëputur nga vetja, por në fjalën të pashkëputur nga influenca e jashtme që ndodh zakonisht në ditët tona të përditshme, të zhurmshme, të nxitimshme. Dhe mezi pres që së bashku ju i imagjinoj në ato tavolina, në atë buzdetin, në atë natyrë, të krijojmë së bashku planin tuaj të jetës. 19 deri në 24 korik, udhëtuesi, eksploruesi. Një energji shumë e bukur e të ndjerit, të kënaqësisë, të gëzimit të jetës, të observimit, por me mësimin të mos bëhesh i fokusuar. Imagjinoni një
varg në det. Nëse është e fortë, nëse ka një drejtim, ka një GPS, dhe ti e duke shijuar gjithçka, ndihesh aty në observim, në ndërgjegjshmëri, çfarë po ndodh, kë po takon, çfarë po shikon, dhe imagjinoni një varg të paqëndrueshme që velat i lëvizin, e merrera, kapiteni apo udhëtarët janë të rrëmujshëm, të pavëmendshëm, të shkëputur nga ambienti, me një sistem nervor të pastabilizuar. Ata vinë në breg, jo me histori e vërtet, reale. Ata vinë në breg, jo të inspiruar, jo të pasuruar nga ajo eksperiencë. Në fakt, vinë të raskapitur. Ky është mësimi i kodit 56. Është një javë shumë e bukur që ju të udhtoni, dhe si që them gjithmonë, çdo udhtim mund të pasurojë jetën tuaj dhe nuk është thjesht udhtim. Çdo udhtim është eksperiencë njerëzore, na thot ky kod. Ky kod na bën pyetje dhe na orienton drejt vetes në një ndershmëri, me honesty. Çfarë jam duke kërkuar në jetë? Për çfarë jam duke naviguar? Jam duke naviguar në ujëra të qeta, të qarta, në rrugën time, apo jam duke shkëputur vëmendjen dhe duke lëvizur thjesht për hatër të lëvizjes? Çfarë jam duke kërkuar në jetë? Në javën e fundit, 25 deri në 31, mbyllim javën me portën 31. Influence. Dhe ju e dini çfarë unë e quaj. Bariu. Bariu i vëmendshëm, bariu i zgjuar. Bariu që di të drejtoj. Bariu që di të komunikoj me delet e tij, me autoritet. Jo bariu që mund të flasë, mund të bëj zhurma, hey, por pa vëmendjen dhe autoritetin. Ose bariu që flet gjumë dhe tufa ikën të shpërndar pa qëllim të përbashkët. Ju mund ta keni këtë kod dhe mund të jeni në influencë lartë, ose mund të jeni komplet të ndiheni të shkëputur nga komuniteti juaj. Ky është kodi i drejtuesit, që krijon një influencë për përfitim të të gjithëve dhe të komunitetit dhe të tufës së tij. Është një marrëveshje përbashkët e besimit dhe e respektit për këtë njeri. Krijon respekt me mënyrën se si influencon, me empatinë e tij. Është personaliteti alfa që quhet në psikologji. Personalitet që do të jetë në drejtim, por në polaritet të ulët mund të kalojë në agresivitet, në narsisizëm dhe gjithçka që përshkruajta pak më parë për disa drejtues. Sepse këtu kemi të bëjmë me influencë të lartë, kemi të bëjmë me një frekuencë që tërheq shumë njerëz, dhe nëse i futin edhe elementet e hipnozës, nëse mund të kenë këta drejtues kanë kode të tjera dhe për fat ja u kanë parë manualet dhe i kuptoj shumë qartë atë që bëjnë dhe si e bëjnë, të gjithëve për qark. Dhe aty kuptoj ku janë duke shprehur potencialin më të lartë dhe ku janë duke shprehur influencën iluzionare, nëpërmjet frikës, nëpërmjet arrogancës, nëpërmjet largësisë, nëpërmjet ndarjes, nëpërmjet fjalëve, unë do të bëj këtë dhe ti do bësh këtë, ti do ndi, unë kam këtë aftësi. Sigurisht çdo njeri ka një aftësi dhe sigurisht çdo njeri do flasi për aftësinë e tij.
por nëse ju i observoni e kuptoni shumë mirë ku ka realitet, atë që unë e quaj elementi psikoza e hipnozës. Arroganca është shenja e parë. Shikoni këtë javë nëse do paraqiten njerëz të tillë në jetën tuaj. Përdoreni këtë javë të fundit të korrikut për të zhvilluar një aftësi për të kuptuar njerëzit, drejtuesit e vërtet. Nga drejtuesit që duan të bëjnë një influencë të lartë tek një grup shumë i lartë dhe e bëjnë sepse është ajo frekuencë. Por se si e bëjnë përcakton edhe karmën e tyre. Me pak arrogancë, me anën materiale, drejtuesit mund ta bëjnë, mund të shkojnë diku. Por zhvillojnë një karmë shumë të madhe në jetën e tyre. Dhe kontribojnë në gjendje në këtë planet të tensionit, të varësisë, të manipulimit dhe të krijimit të një njeriu që nuk është i lirë. Duket sikur është i lirë, por nuk është i lirë. Të dhënie së premtimeve falso, që ti do arish këtë e do arish atë. Në fakt, të gjithë po kuptojmë që sa mbyllim syt ne zhvillohemi. Por që të arish këtë apo atë është një proces i caktuar, i detajuar. Dhe nuk ta krijon as muzika e eksaltuar në moment, as deklaratat, as skenat e mëdha. E vërteta flet me zërin e qetë dhe zërin e bindjes. Ndjeni të vërtetën brenda jush. Sepse në fund të fundit ky muaj mund të quhet muaj spiritual, por spiritual është të gjesh të vërtetën në jetë. Të vërtetën që ta thot thellësisht një mendje prezente, një trup i fokusuar dhe i liruar nga traumat e vegjëlisë të brendshme. Një trup dhe një mendje i liruar nga hijet e kodeve tona, cilat janë pjesë tona. Edhe hijet janë të harta për ne. Pyetja bëhet, i ke kuptuar kush janë ato? Le të marrim një moment tani, dua të mbyllni syt. Dhe në radhë të parë të zhvilloni një kapacitet të lartë të frymarrjes së thellë. Nga hunda, derisa sytë janë të mbyllur, trupi i qetësuar, plotësisht i relaksuar. Duart në gjoks, ndjej pulsin e zemrës tënde. Në të njëjtën kohë që ti ndjen pulsin e zemrës tënde, ndjen pulsin e bazës tënde të lidhet drejt me tokën. Me marrja thellë nga hunda, 2, 3, 4. Hap krahët dhe mban për 4 sekonda. 2, 3, 4. Hap krahët plotësisht. Hape frymarrjen, hape kraharorin, zgjeroje aurën tënde. Dhe nxirre jashtë nga goja 2 fishte gjatë dhe në këtë nxjerrje ndjen të gjithë energjinë që kalon nga majat e gishtëve brenda trupit tënd. Drejt në shputat e këmbëve dhe në tokë. Ndije se si trupi është plotësisht i qëndërzuar. Në frymarrjen tjetër dua të lidhesh me një diamant mbi kokën tënde, shije se si shkëlqen, është diku 30 cm mbi kokë. Zgjat dorën lart edhe preke këtë diamant. Frymarrje të thellë në momentin që merr frym thellë.
E prek të diamant me majat e gishtrinve lart, ora e ngjitur lart, në pikën e fuqisë shpirtërore hynore, dhe me frymarrje të thellë të rreq poshtë, me shpejtësi ndihet gjithë dorën të elektrizuar dhe e ndalon diamantin në ballin tënd, në të njëjtën kohë që je duke marrë frym. E vendos në ballin tënd, e mban për 4 sekonda frymarrjen, hap kraharorin, hap trupin dhe e çon diamantin drejt në zemër, teksa e mban 2 frymarrjen, 3, 4, 5. Dhe ndërsa e nxjerr gjatë, e çon këtë diamant direkte në fundin e barkut dhe e shikon të zmadhuar, e mban me të dy duar dhe nxjerr frymarrjen jashtë, ndërkohë që nxjerr frymarrjen jashtë duke numëruar 6, të dy duart janë duke mbajtur diamantin në fund të barkut. Dhe shije se si ai shpërthen me energjinë e tij të fortë, shkëlqyese, magnetizuese, dhe shpërthen me një energji të lartë pastruese në të gjithë qendrën e bazës të rrënjës së trupit tënd, duke shpërndar, duke dhënë dritë çdo hije të vjetër aty. Vazhdon frymarrjen në të njëjtën kohë, ndërsa diamanti është në fund të barkut, i polarizuar nga drita e lartë që t'i solle nga drita hynore, dhe rrit dhe shpërndan intensitetin e frekuencës në fund të barkut, në të gjithë barkun. Frymarrje, frymëzierje. Barku është i frytur, i liruar, i hapur. Në çdo frymarrje ka nxjerr jashtë në frymëzierje të gjitha tensionet, gjithçka të vjetër, të akumuluar, të traumatizuar aty. Lejo dritën e diamantit të shpërthejë në çdo pjesë të barkut tënd. Shije se si në çdo frymarrje ai fuqizohet dhe qendra e fuqisë tënde në barkun tënd ndihet se si është krijuar një top që rrotullohet i energjizuar. Aty është qendra e fuqisë tënde personale. Në çdo frymarrje ti jep shkëlqim, dritë, magnetizim. Shije këtë diamant brenda trupit tënd, të pastroj me shkëlqimin, dhe në çdo frymarrje ajo drita hapet në çdo pjesë të brendshme të barkut, të organeve të tua, të fundit të barkut. Çdo mbetje e vjetër që ky diamant e shpërthen, e ndan në copëza të vogël, shije se si shpërndahet jashtë trupit tënd në fund të barkut dhe drejt në tokë. Shih copëzat e vjetra të fshehura në barkun tënd, ndërsa preken nga duart e tua në bark, me ndjesinë e dashurisë. Shih se si shpërndahen, dalin nga barku, nga fundi i barkut, në këmbët dhe në rrënjët e këmbëve të tua në tokë. Shije se si toka e thithë dhe është në sinkron me shpërthimin magnetizues të këtij diamanti në barkun tënd. Shije se si gjithë trupi kalon në një magnetizim të plotë, të pastë. Shije rrezet e dritës të shpërndahen dhe duar tani hapen, ndërsa diamanti ka gjetur fuqinë dhe pozicionin brenda trupit tënd dhe vazhdon të emetoj shkëlqimin e tij, ti ka hapur krahët dhe energjinë e diamantit e përcjell në të gishtrinë e tu në krahët e hapur, dhe në çdo frymarrje e hap duart dhe përcjell jashtë, duke fuqizuar aurën tënde përtej duar. Shije të gjithë aurën të mbështjell tani në një bubble,
një vezore të rite, të bardhë, të ndritshme. Rrethoje me çfarë të lloj drite shfaqet në vizionin tënd. Shije veten tënde të magnetizuar nga maja e kokës, në majat e gishtrimve të krave të hapur, në majat e këmbëve dhe të gishtrimve të tokëzuar drejte në tokë. Lejoje diamantin të jetë aty në brenda trupit tënd. Dhe për çdo ditë të muajit qershor, ti vendos duart në barkun tënd, ndoshta një në bark dhe një në zemër, dhe mediton çdo ditë 5 minuta me diamantin tënd të brendshëm. Ky është rituali yt për muajin korik, i përditshëm, i lidhjes me diamantin dhe me shpirtin tënd. Nëse ti gjen diamantin e kodeve të jetës, diamantin e diplomës tënde të jetës, pas meditimit shkruaj kuptimin e të dyja kodeve të radiancës tënde. Të dy kodet që ndodhen në inteligjencën, të dy kodet që ndodhen në inteligjencën e diplomës së jetës, por me diamantin e zemrës, inteligjencës tënde spirituale, në energjinë e Venusit, në shtyllën e ngjyrës së kuqe. Për ata që janë familjar, për ata që nuk janë familjar, thjesht të shijojnë diamantin brenda vetes. Qoftë ky muaj një muaj i ndritshëm, një muaj i lidhjes me shpirtin dhe diamantin tënd, dhe fuqizimin e të gjithë trupit fizik, mendor dhe spiritual, për të krijuar një qëndrueshmëri, fuqi dhe dashuri përtej limiteve të mendjes. Faleminderit për dëgjimin dhe prezencën në këtë transmision. Shihemi në 8 korik në Lighthouse në ora 7. Për ata që nuk janë të regjistruar, linku është në Instagram, ose mund të shkruajnë në çdo platformë tonën, email, YouTube, në këtë video, dhe ne i përgjigjemi me çdo nevojë tuaja. Shihemi në 8 korik në Lighthouse për të vazhduar me procesin LMM. Shihemi në 21 gusht në aktivitetin fizik në Tiranë, nga ora 4 deri në 9, 5 orë së bashku, në zhvillimin e impaktit tuaj unik. Së shpejti do japim linkun e regjistrimit. Vendi do konfirmohet sapo të jetë një i regjistruar. Shihemi në 21 shtator në retreatin më të avancuar që keni përjetuar ndonjëherë, Impact. Të dyja datat janë zgjedhur nga rastësia e inteligjencës universale, qoftë 21 gushti, qoftë 21 shtatori. Shihemi një muaj të mrekullueshëm.